Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Imar referuan materiale në prokurori për vlerësim pasi më datë 22 dhjetor 2025 në Borsh, shtetasi DH, 44 vjeç, banues në fshatin Borsh, gjatë kohës që ishte duke kryer punime me skrep në kantierin e një firme private, në pronësi të vllajt të tij, aksidentalisht I ka rënë një gur nga kova në kabinën e skrepit, duke e dëmtuar në këmbë. Ky shtetas u transportua në Spitalin e Traumës, Tiranë, dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban Sarand referuan materiale në prokurori dhe arrestuan shtetasin EI, 19 vjeç, banues në Sarand, pasi në lagjen numër 3, Sarand, ka drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Nisën procedimin penal për një shtetas të mitur 15 vjeç, pasi më datë 22 dhjetor 2025 në vendin e quajtur Lukov, duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi, ka humbur kontrolli dhe është përplasur me një automjet me drejtues shtetasin SB, 52 vjeç, banues në Sarand. Si pasojë e aksidentit, I mituri ka mbetur I dëmtuar dhe ndodhet në Spitalin e Traumës, jashtë rrezikut për jetën. Materialet ju referuan prokuroris për veprime të mëtejshme.